Edhe këtë fundjavë, turistët, kryesisht të ardhur nga qytete të ndryshme të vendit, zgjodhen Korçën dhe fshatrat e saj turistik si destinacionin kryesor për pushime. Voskopoja, Boboshtica dhe Dardha mbeten ndër më të vizituarat, sidomos në periudhën e fundvitit. Hotelet dhe bujtinat janë plotësisht të rezervuara. Turistët thonë se Korça ofron qetësi dhe mbi të gjitha mikpritje. Është hera jonë e tretë që vim dhe pushojmë në Korçë, vim në pedonale dhe shikojmë ndezjen e dritave. Korça është shumë e bukur dhe njerëzit janë shumë të mirë. Më pëlqen shumë. Është një qytet fantastik, është i shkëlqyer si një përrall. Gëzuar vitin e ri për të gjithë, gëzuar. Bashkia e Korçës ka sjellë këtë vit një dekor ndriçimi krejt ndryshe nga vitet e mëparshme, duke i dhënë qytetit pamjen e një qendre të gjallë festive. Po ashtu, operatorët turistik kanë shtuar investime dhe aktivitete që e pasurojnë eksperiencën e vizitorëve. Aktualisht, Korça dhe zonat përreth ofrojnë mbi 4.000 vende akomodimi. Vetëm Voskopoja numëron më shumë se 800 shtretër, duke kthyer në një nga destinacionet më të frekuentuara gjatë sezonit dimëror. Christmas, there is just one thing